Rënojat antike të zbuluara në themelet të shkollës së mesme Gjergj Kastrioti në Durrës, gjatë gërmimeve të shpëtimit, i dhuruan qytetit 3000 vjeçar një sitë arkeologjik me vlera të padiskutueshme për trashëgimin kulturore. Një vit pas këtyre zbulimeve, kryeministri Rama, përmes një postimi në rrjetet sociale, njoftoi se do të rindërtohet mbi sitin arkeologjik gjimnazi i njohur, projekt ky që do të realizohet nga arkitekti spanjoll Toni Girones. Mes ruajtjes së paprekur të rënojave të vilës antike luksoze, të zbuluar nga profesor Luan Përzhita, dhe rindërtimit të shkollës në po të njëjtin vend, autoritetet kanë zgjedhur këtë të fundit. Por, a është kjo zgjidhja më e mirë për Durrësin, që një nga asetet më të rëndësishme për një turizëm të qëndrueshëm gjithëvjetor, ka pikërisht trashëgimin kulturor e mijëra vjeçare? Bashkëjetesa e një institucioni arsimor me një sit arkeologjik është ekstremisht e ndjeshme dhe kanë nevojë për një balancim të kujdesshëm dhe perfekt të ekzistencës së të dyjave. Është rasti më i fundit i shkollës Eftali Koçi, ku në dijenin time, mbetjet arkeologjike, të cilat u pompuan që do të ishin të dukshme, të vizitueshme për turistët, në fakt janë të padukshme. Të ndërtosh një shkollë mbi një strukturë arkeologjike do të rezultojë në planin afatgjat një gabim i madh. Imagjinoni 800 adoleshentë me një zonë arkeologjike se çfarë do të bëjnë ditë për ditë ndaj monumentit, në mënyrë figurative, do ta çmontojnë në tull më tull. Bashkëjetesa mes antikës dhe modernes, në dy raste të ngjashme në qendër të qytetit, është zgjidhur në dy forma të ndryshme. Koha ka treguar se spostimin në një tjetër vend i shkollës 8 vjeçare 10 Korriku i fali qytetit një nga monumentet më unike të antikitetit, i vizitueshëm dhe në ditët tona. Tjetri qëndron i kyçur dhe mund të shihet vetëm përmes kangjellave të hekurta. Në rastin e forumit rrethor, për shembull, atje ishte një shkollë. U prish shkolla me qëllimin që të ndërtohej një shkollë e re, dhe të dhënat arkeologjike bën atë që ne kemi sot. Në fakt trashëgojmë një nga monumentet më të rëndësishme dhe unike në botën mesdhetare për qytetin antik, qytetin e vonë, që është forumi rrethor. Nga ana tjetër kemi rastin e Termave Romake, që bashk jetojnë me një monument të zhvillimit modern të qytetit, që është Pallati i Kulturës. Kjo bashkëjetesë nuk duket se është efikase dhe është e dukshme aq shumë. Për gjatë 35 viteve demokraci, kur Durrësi u mbyt me ndërtime shumëkatëse, të shumta kanë qenë zbulimet arkeologjike të dala në pa, por sot mozaikët apo rënojat antike dhe historike ndodhen në pallatet shumëkatëse apo veprat infrastrukturore, thuajse të paksesueshme nga turistët vendas dhe të huaj. Sipas arkeologëve Shkodra dhe Shehi, këto vite demokraci detyrojnë qytetit, sepse nuk i kanë dhënë asnjë monument të ri që do t'i shtojë listës së trashëgimisë kulturore dhe do t'ishte një aset më shumë për Durrësin. Ne nuk kemi asnjë rast të vetëm të shtuar këtij qyteti një monument të ri në këto 30 vite. Të gjitha zbulimet arkeologjike të qytetit në 30 vitet që lanë pas janë të padukshme. Në asnjë rast ato nuk janë përkthyer në vlera të trashëgimisë kulturore, në asete për turizmin arkeologjik në qytet. Durrësi ka humbur shumë raste për të ruajtur monumentet e vizitueshme. Zgjidhjet që janë dhënë në shumicën e rasteve kanë rezultuar të papërshtatshme. Sot jemi në një situatë ku numri i monumenteve të vizitueshme është vetëm 3, edhe ato të pjesëshme, pa ndonjë element mbreslënës e frymëmbajtës. Por cila është zgjidhja që sipas arkeologëve do ta ruante më së miri sitin arkeologjik? Muzeu arkeologjik mbi një sit arkeologjik është zgjidhja më e balancuar edhe më e dukshme që do t'i shtohej qytetit. Zbulimet arkeologjike të dalën në dritë në sitin arkeologjik në lagjen nr. 1 në Durrës shkojnë deri në shekullin e 3 para erës sonë, që i përket periudhës ilire. Vila Buzdetit dhe shumë afër monumentit më të rëndësishëm të qytetit, amfiteatrit, tregon shumë për zhvillimin ekonomik të qytetit antik. Siti arkeologjik rezultoi një minier zbulimesh arkeologjike për Durrësin, duke lënë të surprizuar edhe vetë arkeologët që punuan në të.